Shenjtërimi i katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë nuk ka kaluar pa incidente në pjesën e jashtme të saj. Policia e Tiranës gjatë kësaj ceremonie ka shoqëruar për në komisariat 3 persona, 2 meshkuj dhe 1 femër. News 24 mundi të regjistrojë shoqërimet gjatë ceremonisë, ndërsa një tjetër incident u regjistrua me disa të rinj serb, të cilët hapën flamurin serb në daljet e katedrales para mediave shqiptare. Ka qenë ora 9 e paradites ku një burr rreth 5 ditave filloi të shtonte tonin e zërit gjatë kalimit para katedrales. Pak minuta më vonë, një femër e cila qëndronte përballë katedrales mbante në duar foton e fanolit në shenjë proteste për mbajtjen e meshës në gjuhën greke. Shqiptarja ortodokse Elida Jorgoni kërkon që në krye të ortodoksisë shqiptare të jetë një person me gjak shqiptar dhe jo një grek. Themeluesi i autoqefalisë, ai që në 10 mars 1914 mbajti meshën e parë në gjuhën shqip dhe është turp që sot pas 100 vjetësh gjuha greke mbizotëron në kishën shqiptare. Dhe intelektualët, njerëzit që duan këtë dhe nuk duhet ta pranojnë këtë turp kombëtar, sepse Fanoli na përktheu Biblën në gjuhën shqip. Dhe para 100 vjetësh e mbajti dhe jo tani mesha jon të bet në gjuhën greqisht. Kjo është kërkesa ime. Unë jam ortodokse dhe unë dua një kryepeshkop shqiptar. Kaluan 23 vjet, kemi pritur, nuk mund të presim me. Pak momente më vonë edhe Elida Jorgoni, së bashku me një tjetër mashkull që e shoqëronte, u dërguan për në komisariat. Ndërkohë pranë katedrales kishte forca të shumta policie, por edhe struktura të sigurimit grek dhe serb, të cilët ishin civil dhe vigjilent, ndërsa nuk munguan as agjentet e shërbimeve informative shqiptare për çdo situatë të mundshme. Gjatë përfundimit të ceremonisë brenda katedrales ortodokse, ku ndodheshin krerët më të lartë të ortodoksisë botërore, disa të rinj serb shpalosën flamurin e tyre në shkallët e katedrales, duke bërë dhe fotografinë e rastit, gjë e cila nuk u prit mirë nga shqiptarët e ndodhur aty pranë. Pas shkrepjes së fotos, të rinj serb morën flamurin dhe e futën në çantën e dorës, duke u larguar të qetë. Ndërkohë që Alianca Kuqezi nuk është lejuar nga policia të protestojë kundër patriarkut të Serbisë Irinej për qëndrimet e tij kundër shqiptarëve.